The Special One pritet të rikthyet në Madrid. Ai ka oken e presidentit Perez, por një pjesë tjetër në klub nuk janë dakord. Jose Mourinho erdhi te Reali në vitin 2010 dhe për 3 sezone arriti të fitoj plot 3 trofe. Kupën e Mbretit, Superkupën e Spanjës dhe La Ligën me një rekord prej 100 pikësh, pasi Barcelona kishte dominuar prej vitesh në La Liga. Po ashtu në 3 vite radhazi ai arriti të kualifikojë ekipin në gjysmëfinale të UEFA Champions League. Por pengu më i madh i tij dhe po ashtu tifozave të Realit, dhe këtë e them dhe vetë si tifoz i Realit, ishte që nuk arriti të fitoj trofeun UEFA Champions League. Por pse jo, ndoshta ky është momenti për të realizuar ëndrrën e madhe të tij për të fituar UEFA Champions League me Realin e Madridit. Por tani në fund të videos do t'ju flas si tifoz. Pas largimit të Jose Mourinhos në vitin 2013, të them drejtën, ma ndjetë zemra një rikthim të Jose Mourinhos dhe ishte si një peng që nuk arritëm të fitojmë UEFA Champions League në ndrejtimin e Jose Mourinhos, sepse është trajneri im i preferuar. Lista është shumë e madhe: Jurgen Klopp, Pochettino, Allegri e shumë tjerë, por të them drejtën, unë jam pro Jose Mourinhos. Por arsyeja pse jam pro Jose Mourinhos do ta shpjegoj tani. Reali ka arritur në një moment ku ligjin duan ta bëjnë futbollistat siç është Kylian Mbappé, siç është Vinicius e shumë tjerë dhe nuk i bindën urdhave të trajnerit. Kjo ishte një shkak pasojë edhe për Xabi Alonso. Dhe kjo mendjemallësia e lojtarëve po e shkatron shumë klubin e Realit Madridit dhe ishte momenti i duhur që të vinë një trajner diktator siç është dhe Jose Mourinho, i cili i ka dhënë provat me shumë lojtarë të mëdha që nëse ato i kanë thyer rregullat dhe disiplinën që ai ka krijuar, i ka lënë në stol, siç ishte dhe kapiteni legjendar Iker Casillas. Dhe Jose Mourinho është ai njeri që arrin t'i thojë dhe presidentit çfarë problemi ke ti. Unë kam lënë një lojtar të madh ndoshta në stol, por unë po bëj arritje dhe klubi po ecë shumë mirë. Kjo ka ndodhur edhe në Madrid atëherë kur ishte situata e kapitenit Casillas. Pasi e la një muaj e gjys në stol, Jose Mourinho la të kuptoj që i la një moment reflektimi Casillasit dhe i tregoj që tu nuk e bën ligji kapiteni, por e bëj unë si drejtuesi i ekipit. Prandaj ky është momenti i duhur që në Madrid të jetë rikthimi i The Special One.